Zonja Reshkitaj, të gjithë e mbajnë men, po besoj edhe qytetarët e mbajnë men mirë, një veprim tuajin. Në kohën kur duhej të zgjidhej zonja Vjosa Osmani, presidente e Republikës Kosovës, ku kishte ngërçe të caktuara të veprimit politik brenda subjekteve politike, dhe ju duke qenë deputetën Parlamentin e Kosovës nga Aleanca për Armërinë e Kosovës, për kundër vendimit të kësaj partije përkatësisht subjektit, ju vendosët të qëndroni në salë për të votuar presidentën e Republikës Kosovës dhe në si të them në një farforme shpetoj Kosova për pashku sërish në zgjedhje. Ju, çfarë ju shtyri që të bani një veprim në kundërshtim me vendimin e partisë? Po, është një nga veprimet që mu më së shumti më bën krenare ndër shumë veprime tjera dhe kontribut që kam dhënë për vendin në sferën politike. Unë e thash shumë e rëndësi që në politik të futen njerëz me profilet tashmë të përgatitura, të realizuar dhe të kenë mundësi të japin kontribut, sepse ata më së miri mund të japin kontributin pa u servilosur, pa shikuar interesat e ndryshme ose pa e ulur kokën në raste të caktuara edhe kur mendojnë ndryshe. Prandaj unë kam pa që ka qenë shumë e rëndësishme, jo vetëm unë, po gjithë deputetët e Republikës Kosovës ta shtynin përpara zgjedhjen e presidentit apo presidentes, këtë rast Vjosa Osmanit, në kohën kur ne rrezikonim të shkonim sërish në zgjedhje. Mos harroni se në atë kohë ka qenë edhe kohë pandemie dhe unë isha kryetare komisionit për shëndetësi dhe mirëqenie sociale, e kisha përjetuar komplet situatën e pandemisë, kam qenë ndër të parat edhe që ka marrë edhe virusin për shkak të angazhimeve shumë të mëdha që duhet të bëja. Dhe për mua ka qenë absurditet i llojit të vet edhe shkuarja në zgjedhje, prishja koalicionit në pikun e pandemisë, për cilën kam qenë kondër, mirë po ne e dërguam popullin në zgjedhje me maska, në fushata, dhe tani u kthyem në kuvend dhe sërish rrezikonim të shkonim zgjedhje. Dhe për mua kjo ishte një paradoks i llojit vet që nuk do të na falte kurrë populli i Kosovës, nuk do të na falte kurrë ata të cilët kishin sakrifikuar aq shumë për këtë vend. Dhe insistimi im ka qenë që gjithë grupi parlamentar të shkonte dhe të votonte aty, nuk ka pas vullnet. Atëherë unë kam vendosur dhe u kam thënë që unë do të shkoj dhe do ta përkrah zgjedhjen e presidentit, që vendit mos shkojnë zgjedhje. Ka qenë edhe një arsye tjetër shumë e fuqishme që duke dhënë votën time, të defaktorizoj edhe ndikimi i listës sërbe në ndërtimin e institucioneve të Republikës Kosovës. Dhe ishte hera e parë që ne mund ta defaktorizonim listën sërbe. Dhe prej atëherë është krijuar një standard i ri, të cilin nuk e di nëse do ta vazhdojnë ose do ta mbajnë edhe më tutje partitë politike, sidomos partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje, e cila e ka shfrytzuar këtë kauz, të cilën unë e kam krijuar në atë kohë. Por që tani deri ka fundi kam bindjen që po shndrohet në një kauz të rrejshme dhe që më ka zgënjur jashtëzakonisht shumë. Dhe mendoj që ka qenë një moment shumë i rëndësishëm në politikbërje në vendin tonë dhe unë kam pas mundësinë edhe guximin për ta bërë. Kam votuar për presidentën e Republikës Kosovës dhe që nga ajo ditë unë kam qenë, siç thojmë, nga ana jonë e lequar nga partia dhe kam funksionuar deri në 2025 si deputete e pavarur në kuadër të grupit parlamentar të Aleancës, deri në vitin 2025, domethënë para një viti. Mirë po, kam dhënë shumë kontribut në shumë ligje të rëndësishme, ku shpesh kam qenë edhe vota e 61, vota vendimtare për të kaluar ato ligje, siç është ligji për sigurime shëndetësore, për byron për konfiskim të pasurisë pa justifikueshme, ligji për aviacionin civil që kam shumë për të thënë tani me këto subvencionimet e biletave që del në kontrast komplet me atë se çfarë kemi besuar dhe përkrahur në të kaluarën, ligji për Këshillin Prokurorial e kështu me radhë. Pra kam qenë votë vendimtare.